Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falënderojmë, salavatet selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Sprova dhe i sprovuari. Dijeni se sprova nuk është gjithmonë fatkeqësi. Sprova mund të jetë mirësi ose mund të qëndrohet fatkeqësi. Varet prej teje se si e kupton dhe si sillesh karshi Allahut azza wa jall, ai përmbash kushteve islame apo dalish prej rregullave të Zotit. Të jesh i sprovuar është diçka normale, por të bësh veprime të ndaluara në sprovë, kjo pastaj të kalon rregullat e normale dhe hyn në mëkat. Të sprovosh nga Allahu xhaleshanuhu është traditë, sunet, natyrshmëri e krejt njerëzve, duke filluar nga pejgamberët, pastaj nga të devotshmit, nga evliat e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë më të sprovuarit janë pejgamberët, pastaj besimtarët e devotshëm. Allahu i lartësuar në Kur'an në disa vende ka treguar se Allahu na ka kriju që të na sprovoj kush po bën punë më të mira. Ashtu Zoti xhaleshanu ka thonë liyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin. Me dalu, me nda safat atyre që kanë besu dhe atyre të cilët nuk janë besimtarë. Ashtu Zoti i lartësuar ka thënë në Kur'an, do t'ju sprovojmë në pasuri, me frikë, me uri, me marrje të vladëve, astaghfirullah, Allah na ruaj, edhe me vdekje. Kush është më i miri prej nesh? Ai i cili bën sabër, ai i cili kthehet te Zoti. Prandaj të sprovohesh nuk është shenjë që Allahu nuk po të dë. Të sprovohesh edhe të bësh sabër dhe dish mos sjell ç'është duhet, kjo ka lënë mirësi. Por të sprovohesh edhe të mos dish ç'është më sjell në sprovë, atëherë kjo ka lënë fatkeqësi. Ai i cili atij të cilit Allahu ja ka marrë një mirësi, por ka bërë sabër edhe ka fitu përmes kësaj sprove shpërblimin, ai nuk ka humbur kur gjë. Se tek e fundit çdo sa është i caktuar nga Allahu. Na kur e cakton Zoti një sprovë për neve dhe arrim përmes kësaj sprove me fitu sevapin, me fitu shpërblimin, këtu kena fitu. Por nëse ndodhe kundërta, që ne përmes kësaj sprove na ka marrë Zoti një pasuri, një shëndet, një evlad, një të dashur, një akraba, edhe na jemi mërzit, kemi fol fjalë të këqija, edhe nuk kemi ditë që është me u sjell në sprovë, na le që kemi humb atë të mirë, evladin, shëndetin e tjerë, pasurin, por na e kemi humbur edhe shpërblimin. Edhe këtu domethënë kemi ra prej provimit. Mos haro se Allahu